Robini I ka bën mbi 60 duele në karrierë, sa I përket edhe shëndetit jo shumë e lehtë. Edhe po prapë se prapë është shumë mirë, falë Zotit, edhe është në gjendje shumë mirë edhe fizike edhe psiqike, edhe është I kyçur në përgjithësi me sport, me boksin. Një vit pauzë për momentin dhe tani fillojmë me stërvitje të lehta, I kemi plan në 2 deri në maksimalisht 3 duele, që do të ndodhen, por duelet e caktuara mundësisht me kampion të mëdhej dhe pastaj përfundimi I karrierës në mënyrë më të mirë, edhe pse unë jam I mendimit se ka që në atë momentin kur shpall kampion bote, dhe aty me përfundu, kishte qenë shumë mirë, po prapë se prapë shpirti I sportistit, I boksierit, thotë që derisa je I ri dhe ke mundësi me bëhet sport, po është edhe vështirë me lënë. Kuptoj? Po pse jo?